Një person ka hapur një pozicion me $430 milion në future trade me X40 short. Dhe të gjithë njerëzit janë duke hyrë në panik dhe mendojnë se do të bjerë Bitcoini dhe do të ndodhë një crash në market. Për shkak se kjo është leveragji më i madh në histori që ka ndodhur deri sot. Unë më po këtu që ky person ka hapur në vlerë $430 milion në Bitcoin, i cili pretendon se do të shkojë Bitcoini short. Likuidimi i këtij pozicionit është në $86.000, po ashtu ai ka hapur këtë pozicion në vlerë $83.000. Të gjithë njerëzit dhe mediat janë duke përcjellur këtë lajm duke menduar se ky person po ka informacion ose insider informacion, po ashtu disa pretendojnë se sot është Monday range dhe ky person do të likuidohet shumë shpejt. Sipas meje, ky person ka insider informacion se nuk është normal që të hapish me $430 milion me X40 me kaq rrezik të madh në Bitcoin short. Nuk është normal sipas meje se ky person kishte qenë i çmendur ose budallo siç e quajnë shumica e njerëzve traderave ose në rrjetet sociale. Ky person sot nuk do të posedonte $430 milion. Mendimi im është se ky person ka insider informacion dhe për këtë arsye ka hapur këtë trade me këtë investim kaq të madh dhe unë më përcjell live se çka do të ndodh, sa do të fitoj ky person. Nuk e dim se kush është më kësaj adrese dhe kush e posedon këtë adresë, kush është ky person, por atë që e dim është se shumica njerëz momentalisht janë në panik duke menduar se ky person po dinaj se do të ketë një crash të vogël të market. Shkruani në koment ju çka mendoni rreth kësaj teme. A është ky person i çmendur ose ka insider informacion? Dhe po ashtu mos harroni të bëni like videon dhe subscribe të chaneli dhe në TikTok. Mirupafshim në videon e radhës.